Jam mirë se erdhët emisionin I pavarur, I cili tashmë, prej një periudhë pak sa të gjatë, për të 2026, zhvillohet në ambientet e zjarr televizion, pasi na dëbuan nga kryeministria, e fillua mandatin e dytë, dol në të katërtin, tha kryeministri nuk ka kuptim. Unë me Cristiano Xhanarin që e bëjmë këtë emision nga viti 2020, viti I largët 2020 kur filloi pandemia. Dhe do ta bëjmë sa të kemi mundësi, këmbë dorë thot populli. Sepse ka lajme nga më të ndryshme që populli shkret I merr edhe I ha me supën e darkës. Integrimi në BE. Ishim pa në dalë qimja, në ka rënë flokët u zbardhën integrimi në BE. Barën kryesore ka ekonomia. Më në fund Rama kuptoi një gjë. Barën kryesore ka ekonomia. Më në fund. E ka thënë njerëz më të mençur se Rama, se edhe ka në botë ndonjë më të mençur se Rama, is economy stupid? Është ekonomia o stupid, I cila nuk më nxjerr Google Translate se ç'është stupid. Po gjithsesi s'do t'i Rama I them, më në fund edhe ti ke hyrë me flokë të zeza, me pak mjekër, po deli thinjur I rënuar, me beli që me zi e mban me dorë dhe kuptove që barën kryesore e ka ekonomia. Çështja është çfarë prodhon ekonomia shqiptare. Deri më sot pallate, beton, pastaj u bë një fluckë tjetër ekonomike, e cila prodhon gjoja turizëm. Këto dyja prodhon ekonomia shqiptare. Gjithsesi, Rama flasim ekonomia formale, se mund prodhoj dhe ndonjë lule, ndonjë bim medicinale ekonomia. Po, këto nuk e themi. Themi që thjesht kryeministri I Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama, I madhi, ka kuptuar një gjë të madhe. Barën kryesore për integrimin BE e ka ekonomia. Domethënë, pasi ne të miratojmë grup kapituj, pasi neve të bëjmë paketën e ligjeve të gjitha, në fund do të kemi mundësi ndoshta që të fillojmë të investojmë të ekonomia. Ndoshta, jo se kemi ndonjë llaf të sigurt, por kryeministri e ka kuptuar që është ekonomia. Tjetër gjë Cristiano Xhanari, flasim për ekonominë, ja ekonomia. Ky është ministri, mos e ngatroni, janë dy Petrit Malaj. Njëri I madhi aktori, ai që operon atje me telefon në një fshat të Veriut, ju kujtohet kohën e diktaturës, dhe ky që është nuk ka lidhje, është Petrit Malaj, që është ministri I ekonomisë, I financave, më falni. Malaj thot, sektori mjekësor dhe atit kujdesit kontroll, sektorit mjekësor dhe atit kujdesit estetik. Çdo thot kujdesi estetik. Keni parë që vinë ca njerëz që thash shpifin duke si pula të rriepura, me kokën me bëj kopjativ, mbjellin flokë nëpër Shqipëri. Janë ca tjerë që bëjnë molza, rregullojnë hund, mjekër, edhe organe të tjera të dukshme, të cilat prodhojnë para. Dhe ja ku kemi ekonomia thot. Si o bëjmë cicat gratë e huaja vinë në Shqipëri, vën flokët burrat e huaj vinë nga Italia, e ne su marrim para. Kontroll sektori mjekësor dhe atit kujdesit estetik. Do të thot, ata që prodhojnë lek në Shqipëri, natyrisht nuk prodhojnë vetë lek për shtetin, për vete domethënë. Prodhojnë edhe për Malajn, edhe për Ramën, semi në kohë lufte, ku të gjej lekët qeveria që të na mbajnë neve në luftë? Ja, këtyre që vinë bëjnë hundën, flokët, veshët, gjoksin, vithet, kontroll, për të patur një mundësi më të mirë ekonomike, thot ministri. Cristiano, çka pas këtij lajmi? Le të shohim pak urdhë, ja ku vjen opozita. Bardhi, gazmend Bardhi, negociatat me BE-n kanë ngecur për shkak të mbrojtjes së korrupsionit. Ha pra. Zoti Rama ka thënë që deri në fund të 2027-s do të vazhdojmë makineria, një tren I madh, edhe pse Shqipëria nuk ka ekurudha. Ka patur, po pastaj me ndryshimet që ndodhen nuk ka. Kryeqyteti për shembull, besoj, Shqipëria është I vetmi kryeqytet në botë, përveç ndoshta në pol të Veriut, që nuk ka ekurudhë, nuk ka stacion ekurudhor, nuk ka tren. Pse dola ke tren? Negociatat me BE-n kanë ngecur për shkak të mbrojtjes së korrupsionit. Ky tren I madh I Edi Ramës që në 2027 do mbyllën negociatat, janë këto çështjet jo balluku, jo ku diun akshi, për të cilat Bashkimi Evropian ka reaguar dhe ka thënë, e kaluat
paksa, e menderosët paksa. Dhe kjo i ka rëndsy dhe opozitës. Negociatat për bre kanë ngelur për shkak të mbrojtjes së korrupsionit. Si do ja bëjmë? 2030 ka thënë Rama do hyp, sepse është një portal, do të është një port kohë hapësirë mes Europës dhe Shqipërisë, ku ne për shkak të arsyeve gjeopolitike hymë në BE. Ku ka ngecur, ku është kjo gozhda e korrupsionit? Nuk do ta shohim sot. Sot do shohim gjëra të vogla, se tjerat ju i dini. Të lutem Kristiano, vazhdojmë me ulumtime të tjera. Ora e tokës. Ja u pa i fton qytetarët dhe fikin dritat në mbrëmje për 60 minuta. Ndoshta prandaj ndroj ora, se njerëzit pyesin, sa është ora? E ti thua për shembull tani është 9:10. Thot po me orën e vjetër, po ç'të duhet të derdhimen. E vjetra e reja, sot është ora e re është 21. Me të vjetrën do të ishte 20. Dhe 60 minuta për shembull, nëse deri të shtunën ti e ndizje televizorin ose ndizje dritën në orën 6, tani ta ndezësh në orën 7 dhe i ke fituar këto minuta. Po pse dola unë të jaupaj tek ora tokës, sepse Shqipëria të çan rrasat gjithmonë me këto programet globaliste, me këto mjedisi, shpëtimi planetit, dhe ne që jemi një milingon e vogël në gjithë konsumin global të energjisë, të ndotjes e kështu me radhë. Ne jemi të parët në nisma, për shumë për shpëtuar balenat, ne jemi të parët në botë, edhe pse s'kemi balena. Dhe këtu ne të shpëtojmë botën, të fikim ne 60 minuta dritat. Tani, si ta bëjmë këtë që të mos i fikni? Ja u paj. Kur t'i fikin në 60 minutat që ka fjalimin e Dirama, këtu zbythet ja u paj. Jam i sigurt se, shiko, në qoftë se shqiptarët, faktikisht, do të kenë për natë Edi Ramën që flet nga 60 minuta, ju siguroj që s'ka nevojë të fikin dritat, fikin televizorin. Është e sigurt kjo gjë. Edhe pse Iziu ka filluar të arrallojë, sidomos kur kanë dalë këto skandalet më të fundit, ndryshimet të qeverie këto, ato që thoshte Gazbardi, ka filluar del më rrallë, po gjithsesi i tuna e ka sjell. Ndryshim plani, Malaj, Petrit Malaj, që nuk është aktori që los tek ai filmi që i shpëton zorrët atij djalit në veri me telefon, kohën e Verogjës, është po njëjti emër, Adash Petrit Malaj ka qelluar njësoj. Ai Petrit Malaj atëherë ka djalin deputet tash. Po ky është ministër që nuk ka lidhje shkakore me atë Petrit. Kur çmimi i naftës të kalojë 220 lekë, bordi i transparencës do të ul me 8 lekë akcizën. Pse? Për shembull 220 dhe 222, janë 3 dysha. Ose 218, pse duhet të jetë pikërisht 220? Kristiano, ke ndonjë shpjegim? Përse prokurime publike me inteligjencë artificiale brenda 2027-s, reforma për kontrollin. Nuk ma dha Kristiano shpjegimin për pyetjen që i bëra për pjesën e pse do ta uli me 8 lekë akcizën? Pse do të uli akcizën? Pse nuk do të uli taksën e rrugëve? E kështu me radhë. Pse nuk do të uli çmimin e lëngut? Se për shembull për shkak se u ndërpre pak lufta në Iran, rat çmimi i naftës. Pse se uli këto kompanit? Pra, çmimin e lëngut, jo të akcizave. Por ky është një lajm më i rëndësishëm, të cilin unë jam dakord që t'i përkushtohemi Kristiano dhe të flasim për këtë, se është gjë shumë e rëndësishme për realitetin ton. Prokurimet publike me inteligjencë artificiale. Thot Kristiano, për këtë e dim. I sekond. Brenda 2027-s, Kristiano thot, ka qenë 2025-ën, thot. Sepse ka qenë diella. Më duket se ka drejt djali. Shkoj dhe tek presidenti i Republikës dhe firmosi diella, në thonjza, sepse diella ishte një gjë virtuale, me gjithë foli në parlament, diella dhe i mbushi mendin deputetëve që nuk ka rëndësi ti jesh prej mishi e gjaku. Mjafton që ti jesh krimi e Edi Ramës dhe je. O je, o s'je. O të krijon Edi Rama dhe je, o s'krijon Edi Rama dhe nuk je. Për shembull Spiro Pali, nuk është po. Nuk është Spiro Pali. Ishte, u ngjit lart, iku Spiro Pali. Tani pyetja jonë është,
përderisa u krijua diella, ministre për prokurimet publike, përderisa kryeministri na tha që diella është shtatza, pra jo vetëm do pillte diella të tjera, por do hynte në sistemin e drejtësisë. E tani na del që brenda 2027-s këto prokurimet publike më kush do na i bëj deri mot, kur të mbyllen negociatat me Bashkimin Evropian, reformë për kontrollin financiar. Kupton, do të kemi inteligjencë artificiale dhe për kontrollin financiar, do të kemi edhe për kontrollin e territorit, për të gjitha janë do të. Po, le të presim, jemi 2026, mandati mbaron 2029, i 4-ti, se pastaj fillon i 5-ti, kështu me radhë. Të lutem nxirrni ndonjë informacion tjetër tabaku. Këtu tash serioz opozita. Rritja e çmimeve reflekton problemin e ekonomisë që nuk prodhon. Mirë keq këtu bëjmë dakord të gjithë. Do të thënë, ekonomia shqiptare nuk prodhon. Ekonomia shqiptare është një ekonomi konsumi dhe ekonomi shërbimesh. Edhe pjesa që themin e turizmit, prodhon vetëm ndërtimi, kulla, beton, gjëra, vetëm ndërtimi prodhon. Du them dhe një gjë pastaj për ndërtim pak më vonë, po ndërkohë jemi rritja e çmimeve reflekton problemin e një ekonomie që nuk prodhon. Edhe kastravecat që prodhohen, që doli Sifi, ju kujtohet Sifi atëri për ulur që tha 12 milion kastraveca, 12 milion domate. Se shifte mbasi një kastraveci një turist. Por shifte ne. Se mbasi kastraveci shef edhe një shqiptar i cili beson në këto gjëra, ndodhen në këto gjëra në rritjen e ekonomisë. Çështja është, të dashur shqiptarët e mi. Ne prodhojmë kastravec, ne prodhon fermeri. Po, ju keni vënë që jo vetëm kastraveci, po gjithçka shkon shumë shtrenjtë në Shqipëri. Shumë shtrenjtë. Për shembull, dikur qershit dini me 3-4.000 lekë, 5.000 lekë në fillim, dhe dukesh që tani dalin me 20.000 lekë është normal. Çfarë ndodh? Fermeri, prodhuesi i kastravecit, është pronari tokës. I shkon ai i madhi, oligarku i bujqësisë, i thotë do mbjellni ju kastravecët, se do vinë 12 milion turistë, mbjellave, qysh nuk mbjelli. Farën, ja jep Xhanani, apo keni, jo s'kemi. Farë, me zbresin fund fare. Zbresin fund fare, thot pastaj, shiko, të jam marrë me kaq vllai. Po dalën se është pak, çfarë them, mirë mbani shiteni vetë. Po ku ta shezim? Çfarë them? O ma jepni me kaq, o shiteni vetë. Ja jep fshatari shkret. Që ne gabimisht i themi fermer, por fshatar është bujkrop. Edhe këto po them ne, kastravec domate për t'jashmit, turistët që vinë. Pjesa tjetër, Shqipëria që ka patur mundësi të prodhonte edhe veshjet, prodhonte edhe këpucë, prodhonte edhe ushqime, rocnoku, dhe është rritja e çmimeve reflekton problemin e ekonomisë që nuk prodhon. Dhe faktikisht Shqipëria është një ekonomi që prodhon vetëm emigrant, prodhon vetëm krah pune. Ndërkohë që siç mund të prodhojnë ekonomitë e një vendi normal, harroni se ka vite që s'ndodh më. Edhe i tjetër përpara se të kalojnë publicitet, të lutem Kristiano, Malaj, se kemi me qef sot këtë ministrin, ligji për sigurimin e banesave nga tërmetet në konsultim me Ministrinë e Linjës. Tha zonja Tabaku që s'prodhon ekonomia, qysh s'prodhon ekonomia? Ekonomia prodhon lek. Banesën që ti e ke, nuk është më banesë. Banesat që ti e ke është mjet paresh për shtetin. I vetmi vend në Bashkimin Evropian, me që i pëlqen kryeministit që ne të jemi o të parët o të vetmit, që ka futur, shikoni këtu, ligji për sigurimin e banesave nga tërmetet, nuk e thot atë shëja, nuk e vazhdon. Me detyrim, jemi i vetmi vend në Bashkimin Evropian dhe mbas Turqisë i dyti, që ta ka futur me detyrim sigurimin e banesave nga tërmetet. Në konsultime Ministrit e Linjës tani, por ligji ka dalë. Banesa jote nuk është më e jotja. Banesa jote i përket kompanive të sigurimit. Kaq. Në botë, në Francë që i pëlqen kryeministrit, në Zvicër që i pëlqen kryeministrit. Po të duash ti siguron banesën, nga vjedhja, nga flakët, nga tërmeti, nga çfarë duash. Po mos duash nuk e siguron. Në Shqipëri do jesh i detyruar, do të ti marrin lekët për sigurimin e banesave. Kaq, ta dini, jemi vend demokratik. Një pauzë të shkurtër për të kthyer pastaj me materiale tjera.